4 shenjat e horoskopit që nuk e pranojnë kurrë që janë gabim. Pranimi i gabimeve të vetes tënde është një akt që vetëm njerëzit e guximshëm mund ta ndërmarrin. Këto 4 shenja të horoskopit në veçanti e kanë më të vështirë se të tjerët të pranojnë gafat e tyre dhe qoftë lart të kërkojnë ndonjëherë dhe falje. Cilat janë ato? Jeni kurioz t'i dini? Demi. Karakteristiket cilit janë brirët njihet si shenja më e fortë e zodiakut. Do të jetë shumë e rrallë të dëgjosh një dem të thotë ke të drejtë, gabova. Demat i qëndrojnë deri në fund të mendimeve të tyre, edhe nëse sapo i ke prezantuar fakte që i zën gafil në gabime. Luani. Nga shenja e zjarit, luanët janë më kokfort, gjë e cila i bën të jenë pasionantë dhe shumë të dedikuar në lidhjet që krijojnë. Kjo s'do të thotë që do të shohësh një luan teksa pranon gabimin e vet. Edhe mos guxo tua kritikosh gabimet. Luanët do ta marrin si sulm personal dhe do të vendosen menjëherë në mbrojtje. Akrepi. Akrepat janë shenja më rebele, më misterioze dhe më kokfort. Kjo shenjë uji është një plus i vërtet dhe është e vështirë për ta të thonë se të shëndjejnë brenda tyre. Nëse do me patjetër që ata të pranojnë se janë gabim, jepu kohë që u duhet dhe përpiqu të ruash qetësinë për të mirën e vetes tënde. Ujori. E bukura e ujorëve është se kujtojnë se nuk e kanë për gjë t'i pranojnë gabimet, hapur gabimet e tyre, por ky nuk është as pak realiteti. Niveli i tyre inteligjencës i bën ujorët shumë krenar dhe kjo e vështirëson pranimin se edhe ata mund të kenë momentet e tyre të dobësisë. Një ujor jo vetëm që këmbgul gjithmonë në të tijën, por përfundon duke të bindur edhe ty të mendosh sipas tyre.